në play-off edhe ballafaqohen mes veti pa pik disponimi, pa pik motivimi në një ndeshje që është vetëm show, kur gjë tjetër më shumë. Absolutisht e pa kuptim, nuk e di. Po të ishte ashtu, Kosova do të aranxonte një miqësore para kësaj faze. Kishte logjik. Po, do të kishte logjik. Po kjo absolutisht pa logjikshme dhe nuk e kuptova fare këtë ide kot. Po, është ide pa kuptueshme. Ndërkohë duhet të ndalemi pak edhe tek reagimet që vijnë nga Polonia për ndeshjen me Shqipërinë. Reagimet përgjithësi polakët kanë qenë disi të lumtur për faktin që kanë kapur Shqipërinë nga ky short, ashtu siç ne edhe ne jemi të lumtur që kemi kapur Poloninë, është një lumturi e përbashkët, por do të shikojmë sepse në fund nuk do të gëzojnë dy ekipet, njëra do të ndërpresi rrugtimin për botëror. Megjithatë unë kam diskutuar me një gazetar polak për në përgjithësi se si ishte mjedisi dhe si është reaguar apo si është komentuar shorti me Shqipërinë, dhe ai më tha që në përgjithësi ka një reagim pozitiv të mirë, megjithëse për ta do të ishte shorti ideal i mundshëm nëse do të përballeshin me Bosnjë-Hercegovinën dhe jo me Shqipërinë, sepse në kaluarën Shqipëria pavarësisht se në histori ka fituar gjithmonë Polonia, por kemi arritur që ta lëm Robert Lewandowskin pa një europian, pavarësisht se Robert Lewandowski shpëtoi nga rruga e play-offit dhe arriti sërish në ditën europian, këtë herë jemi direkt në play-off dhe ndoshta ai ikin direkt mundsi Lewandowski duke ja mohuar edhe botrorin e fundit. Plus ai do sarrojmë shkarkuar edhe selektori i tyre në atë periudhë. Po, sa. Janë shkaktuar shumë të lashe kombëtarës polake në atë periudhë. Po më bën përshtypje se besoj edhe polakët e shohin aspektin e njëjtë çastës ndeshjes, sikurse ne që kemi me Rumaninë që na ka mbet një ndeshje, edhe ata besoj e kanë kërkuar Shqipërinë për faktin që ju ka dik shumë hera e fundit dhe ato ballafaqime që ka pas shumë të mira Shqipëria përballë Polonisë, edhe kjo mendoj që ka qenë një prej faktorëve që ata ndoshta janë gëzuar se kërkojnë tash në farforme me u hakmer, thonë za, por besoj që përballë kanë një Shqipëri goxha të papërshtatshme. Edhe mendoj që ka elemente tani, edhe pse nuk e di sa do të mund të llogaritet tani në Armando Broja, nuk e di shkallën e lëndimit. Por Shqipëria sa? Thuhet që nuk është një dëmtim serioz dhe pritet që Broja të jetë gati pas 2 javësh për të qenë prapë me ekipin. Perfekt. Kështu që mendoj që Shqipëria prapë bën të lashë Polonisë në çfarë do forme. Na, Poloninë e njohim futbollistë, e njohim futbollin, e shohim që Polonia mund të ketë 2-3 elemente me jashtëzakonisht përvojë që mund të cilësojmë si futbollistë elitar. Ka mbetur përvoja Lewandowskit edhe deri diku Zielinski që llogaritet të jetë niveli i lartë i futbollit evropian. Ndryshe pjesa tjetër mund të jetë një lloj kamuflimi që ndihmohet përvoja që japin Lewandowski dhe Zielinski. Ndërkohë ana tjetër është paksa befasuese dhe fakti që trajneri i Polonisë Urban pati disa deklarata paksa nëndërsuese për Shqipërinë, duke thënë që nuk e njeh si kundërshtar, nuk e njeh si ekip, nuk e njeh si kombëtar, e njeh vetëm faktin që është Silvinho aty dhe duke përmendur që disa lojtarë tanë luajnë në Serie A. Megjithatë, ai theksoi që kemi kohë të përgatitemi për Shqipërinë dhe duhet të shikojmë edhe se kush do të jetë fituesi i Suedi-Ukrainë. Pra në thelb ishte një ndeshje e mbyllur që pa luajtur për trajnerin e ri të Polonisë. Trajneri i Polonisë tani nuk njeh Shqipërinë apo nuk njeh historinë e Polonisë, sepse në të kaluarën, siç e thënë ti kolegu ti, u shkarkua pikërisht pas një humbje me Shqipërinë. Po në këtë rast duhet mendjemallësia ta thënë qofën në shumë të rasteve. Nuk besoj që ai nuk e ka përcjell Shqipërinë, nuk besoj që nuk e din historinë e Shqipërisë, nuk besoj që nuk e ka pa ndeshjen e Shqipërisë me Polonisë të bësh selektor pa i përcjell të ndeshje, nuk besoj që tipet mundësia, sepse duhet analizë, duhet të jepet projekt se si e sheh kombëtarën, por mendoj që kjo është formë presioni që kundërshtarit në vlerësohet dhe të futet në presion para ndeshjeve që zhvillohen në mars. Pra, ai në një kohë nënçmon Shqipërinë dhe në të njëjtën kohë mundohet të arrijë moralin e futbollistëve dhe kombëtarëve të tij para ballafaqimit me kombëtarën e Shqipërisë në këtë sfidë shumë të rëndësishme që do të jetë edhe për ta normalisht. Por a janë në këso pozite? Unë nuk besoj. E kuptoj. Duhet ndalem pak edhe tek një intervistë shumë interesante që ka dhënë një trajner poloni përpara edhe së shortit në ditën e sotme, bëhet fjalë për Robert Podolinski, i cili i pyetur nga gazetarët në Poloni se këtë do të dëshironte nga vazo e tretë, tha tekstualisht nuk do dëshiroja kurse si Kosovën më duket me keqja e mundshme, tha për faktin se është një ekip që ne nuk kemi ndeshur në të kaluarën dhe ka zhvilluar një fushat kualifikuese të cilat janë fantastike, tha ndoqë edhe barazimin e tyre kundër Zvicrës. Nga ana tjetër ai theksoi që
Do doja tha që të kishim Shqipërinë në të vazhë të tretë, sepse për mua tha janë duke zhvilluar një fushat kualifikuese shumë të keqe dhe ndodhen në periudhën e tyre më të keqe që nga ardha e Silvinios. Tani këto krahasimet Shqipëri-Kosovë janë gjithmonë të këqija sepse fusin ato frymën e përçarjes. Por do doja nëse mund të kapim të pjesën e frymës, a ka një frymë ndoshta paksa më të mirë Kosova se sa Shqipëria në kuptimin e ekipit, rezultateve të trajnerit, të lojtarëve që qëndrojnë pranë trajnerit, sepse me Silvinion që pas kohës evropianit ka pasur dashuri dhe urrejtje mes lojtarëve që ndonjëherë krijoheshin edhe frymë përçarje, por një rezultat i mirë pastaj na bashkon e prapë gjithëve. E kam pasur përshtypje që Shqipëria në këtë kampanjën e fundit me kundërshtar të fortë e ka shfaq potencialin dhe ka pas lojë më të mirë, teksa te kundërshtarët në nivel ose nën nivel ka performuar më dobët Shqipëria te kombëtarët që janë mbyll. Ndërkohë po mendoj që fakti që ka thënë që Kosova nuk do ta dëshironte është fakti që jemi ballafaqur 2 herë me Suedinë dhe kemi poshtë 2 herë Suedinë, edhe me Sloveninë e kemi poshtë 9 dhe kemi nxjerr barazim në stadiumin Fadil Vokri që rezultate që janë jashtëzakonisht mëdha, po që se mendohen mirë për faktin që kur ka nis kampanja e kualifikimeve për botror, Kosova ka pas përqindjen prej 2% për kualifikim qoftë nga pozita e parë qoftë në play-off. Pra ka qenë komplet në outsider i grupit dhe kjo besoj i